Ja pse duhet ta njihni Hysen Bytyqin. Një hero i vërtet, cowboy i Prizrenit, luftoi për drejtësi dhe trimëri. I lindur më 26 prill 1949 në fshatin e vogël malor të Kastërqit, Hysen Bytyqi ishte më i vogli nga 3 vëllezër. Ndërsa vëllezërit e tij të mëdhenj u bën mësues, Hysen i zgjohi një rrugë tjetër, ai u bë polic, duke u ngjitur gradualisht deri në rangun e inspektorit të vrasjeve dhe vjedhjeve. Roli i tij e bëri atë legjendë. I njohur për trimërinë e tij të papar, Hyseni nuk ndiqte vetëm kriminalët. Ai kërkonte drejtësi për miqtë e tij që ishin vrarë padrejtësisht nga dhunën serbe. Vendosmëria dhe gukshimi i tij i fituan respektin e bashkëqytetarëve të tij, por edhe armiqësinë e forcave serbe. Pas pamjes së ashpër të cowboy, fshihej një familjar i përkushtuar. Hyseni la pas 6 fëmijë, njëri prej të cilëve vdik tragjikisht ndërsa ai ishte ende gjallë. Familja dhe fshati i tij e kujtojnë si një njeri që ja kushtoi jetën mbrojtjes së të tjerëve. Më 29 dhjetor 1998, Hysen Bytyqi ra në një prit serbe, por shpirti i tij jeton në rrëfimet e familjes së tij, në kujtimet e miqve të tij dhe në shpresën për liri për të cilën ai dha jetën. Hysen Bytyqi, një emër që simbolizon gushimin, nderin dhe forcën e pathyeshme.